Banorët e komunitetit rom jetojnë çdo ditë me rrezikun që u kanoset nga shpejtësia e lartë e automjeteve. Shtëpitë e tyre janë të vendosura në hyrje të Shirokës, jashtë perimetrit të sigurisë, ku çdo ditë kalojnë me qindra automjete të vizitorëve, vendas dhe huaj, duke vënë në rrezik jetën e banorëve. Me të ekspozuar beten fëmijët të cilët luajnë çdo ditë pranë rrugës, ku sipas banorëve aksidentet janë të shpeshta në këtë zonë. Është shumë zonë e rrezikshme. Kjo zonë këtu është shumë e rrezikshme se s'ka buma. Mu me pas buma dhe nalen makinat. Kena fëmijë që na dalin fin në rrugë, na dalin fëmijë pe shtëpive, na dalin në rrugë. Edhe mes me kanë shtëpiat e tu, me eca të shpejt për zotë na shifi e frikshme. Se s'kena bume. Që i tash më parë tash a bën rrugën e aty nuk ka si bum. Vetëm i buma është vetëm i ton rrugën i to që janë to banor, nuk ka asnjë bum, vetëm i bum është. Shumë herë. Jo vetëm i herë, po shumë raste. I kena marrë mëse ne i kena qenë në spital, se s'kena pas shumë më shumë. Edhe ne kanë shkel edhe kanë hik. Që kishim pas me i bo. Se kur e shkele hik, se kja rrugë edhe hik, se s'ka bume, s'ka gjana. Po si s'ka lojnë shpet më vlo, ma lek se brom. Tu kalu, tu gjiru gomët. Mirë është mi vu dhe 3-4 buma, me bo edhe vizet, mi godit vizet, me vu tabel, se tu kalojnë ma shumë terroristë se qytetarë, turistet kalojnë gati për ditë, kalojnë në kundravojti se s'ka tabela, s'ka si sen. Se s'ka pas maros, po në 2-3 fëmijë, besoj si i ka rajer makina, si i kanë qenë në spital, e ku vjen puna dhe shoferi ka ik punë vetë. Banorët kërkojnë që të vendosen pengesën në rrugë në mënyrë që drejtuesit e mjeteve të kufizojnë shpejtësinë, pasi shtëpitë e tyre ndodhen jo më shumë se 2 metra larg rrugës. Ata kërkojnë gjithashtu që kjo zonë të pajiset me sinjalistik përkatëse, pasi rreziku për rreth 400 banorë të kësaj lagje është gjithmonë i pranishëm.